Dhe tash ku kthehemi në komunikim, unë nuk po të them me përshëndetje kanë gjuhën arabe. Sepse arabishtja ka tjetër fjalor dhe gjuha e islamit ka tjetër fjalor. Për këtë arsye këta komunistat me qëllim e bojnë gatrimin mes teorive fetare dhe gjuhës arabe. Për shembull, ti i thua selam aleikum, ai thot çore hoxha, unë nuk jam arab. Po ç'lidhje ka këtë përshëndetje me arab? A nuk e din ti se veç në Egjipt jetojnë 16 milion krishterë? Ai nuk përshëndet me selam aleikum. Ai të përshëndet me një shprehje tjetër. Që s'po e tham sepse s'po du me humku. Veç e ndron teritorin tjetër ka, edhe shep çështë përshëndesin krishterët jo arab me përshëndetje krishtere. Pra, fjalori islam, përshëndetja fetare, edhe përshëndetja në gjuhë nacionale ka dallim. Allahu s'ka thonë Kur'an thuni arabisht sabaul khair, mirëmëngjes për shembull. Po e ka zgjedhë fjalën paqë, sepse me paqë ka fillu jeta. Paqësor do t'janë banorët e xhennetit. Me paqë është krijuar xhenneti dhe lumturia arrihet përmes paqës. Pra vëllezër, fjalori, mënyra që është përshëndetjen e sot ka shumë rëndësi të madhe.